Ju kërkoj ndjes për shqetësimin. Faleminderit për mirësjelljen tuaj. Unë do të kisha shumë dëshirë t'ju ndihmoja, por... Shkojmë tani Kozeta. Mami. Prisni pak. Qyteti që ndodhet në veri, Monterey, në Bergdet, ati është një fabrikë që sapo ka filluar të funksionojë. Unë kam dëgjuar të thonë se ata kërkojnë të punësojnë edhe njerëz të tjerë. Seriozisht e keni? Të paktën mua kështu më kanë thënë. Po ju dini gjë nëse në atë qytet, sipas mendimit tuaj, do merrin në punë një grua me fëmijë të vogël? Këtë nuk e di. Me thënë të drejtën se kam iden fare. Sigurisht duhet të merrnin parasysh që Monterey është shumë larg. Do të jetë shumë e lodhshme të udhëtoni me një vajzë të vogël. Po, kjo është shumë e vërtetë. Mere, mami, hajde ti pak bukë. Edhe mamat kanë uri dhe duhet të hanë. Të falenderoj zemër, je shumë e dhimbsur. Por unë jam shumë mirë kështu. Haje ti të gjithën voglusha ime, sepse duhet të hash shumë nëse do të bëhesh vajzë e madhe, e bukur dhe e zgjuar. E di, unë do të bëhem e gjatë si ty, mami. Sa e mirë. Si do t'ja bëj? Të shkoj në qytetin Monterey. Janë zëra vajzash. Po shkoj të shikoj. Prit, Kozeta. Përshëndetje, unë quhem Kozeta. Ke dëshirë të luash me ne? Të luash me ne? Faleminderit. Kozeta. Po pse, lëreni të lirë? Po kërkoni dhome qëra, apo doni të hani drek? Jo, ju faleminderit. Të jem e sinqert, jam duke kërkuar një punë. Keni dalë të kërkoni punë? Me vajzën e vogël me vete? Po, pse çfarë i ka ndodhur bashkëshortit tuaj? fatkeqësisht ka vdekur. Vërtet? Sidoqoftë këtej rrotull askush nuk ofron punë, është e kot të shpresoni. Po përse nuk provoni një herë të shkoni në Paris? Shikoni, unë vi pikërisht nga ai vend. Punoja si robaqepse në një punishte të vogël, sa për të siguruar bukën e gojës. Por e humba atë punë dhe mendova se duke u larguar nga Parisi do gjeja një punë me moditje dhe kështu mblodha të gjitha gjërat e mia dhe shita mobiljet që kisha. Asnjë nuk më merr në punë kur i them se kam edhe vajzën me vete. Besoj. Po si do t'ja bëni për të punuar? Po atëherë pse nuk ja jepni dikujt t'ja u birësoj vajzën? Po të doni ju ne mund ta mbajmë vajzën tuaj që të qëndrojë me ne. Po çfarë thua kështu? Mos ka ikur gjëmendja? Po të ishit vetëm do ta kishit shumë të thjeshtë për të gjetur një punë. Ne do t'ju kërkojmë vetëm pak para për ushqimin që do të konsumoj. Një vajzë më shumë në shtëpinë tonë nuk do të na shqetësoj as pak, jam i bindur. Çfarë po thua kështu, more? Ju faleminderit pafundësisht, jeni shumë të sjellshëm, por nuk mund ta braktis dot voglushen tim. Prisni, mendohuni pak më mirë. Nëse lini këtu tek ne për një periudhë të shkurtër dhe punoni me kohë të plotë, pas një kohe të shkurtër mund të ribashkoheni përsëri. Por nëse vazhdoni të qëndroni me të dhe nuk gjeni një punë, ju dhe voglusha juaj do të vdisni nga uria. Po ju them, mendohuni mirë. Sa qef që qeta. Një kam radhën unë, kam radhën unë. Kam radhën unë. Të vdesësh nga uria është e tmerrshme. Pra tani lëreni vajzën tuaj në duart tona. Është kënaqësi për ne që të tregojmë mik pritës me atë voglushe. Po jemi mësuar të kujdesemi për njerëz pa njohur. Ja, shikoni voglusha që tani është bërë shoqe me vajzat tona. Po kënaqen duke luajtur së bashku. Duket sikur janë 3 motra, apo jo? Po shikoj. Shikoni, unë nuk dua të ndahem nga Kozeta. Po ju jeni një nën, mbi të gjitha dhe duhet të mendoni për të mirën e Kozetës. Çfarë është më e mira për të? Nëse voglusha që ndron me ne do të ketë ushqim çdo ditë. E kuptoj se sa e dhimbshme është të jetosh larg fëmijëve të tu. Si nën që jam, e kuptoj se si ndjeni në këto momente. Në fund të fundit bëhet fjalë vetëm për pak kohë, po jo, ju do të vini ta merrni sapo t'ju krijohet mundësia. Ju lutem, kujdesuni për të, për Kozetën time të vogël. Edhe diçka tjetër. Mund ta di se si quheni? Po sigurisht, mua më quajnë Ternandje, zonjë, po juve? Fantina. Shumë mirë, zonja Fantin. Mund ta lini Kozetën në duart tona dhe të rini e qetë. Këtu do t'jetë mirë. Nuk duhet ju vi keq as pak për të. Ju mendoni vetëm për punën tuaj. Silluni sikur ta kishit vajzën tuaj. Dëgjoni, meqense do të qëndroj këtu me ne, ta zgjidhim çështjen e kujdestarisë, ti bëjmë gjërat ashtu siç duhet. Në fund të fundit kemi bërë një lloj marrëveshje. Po. Pa të shohim një herë, unë në fakt kërkoj 10 franga në muaj, po për ju do të bëj një ulje, do t'ju marr vetëm 7 franga paradhënie për 6 muaj. Më thatë që keni shitur mobiljet, kështu që kaq para i keni, apo s'është kështu? Po, është e arsyeshme. Dhe 7 franga për 6 muaj bën gjithsej 42. Në rregull. Dhe 15 franga si shumë rezervë për ndonjë shpenzim të papritur. Çdo gjë mund të ndodhë. Kështu që shuma totale shkon 57 franga. Po. Shumë mirë.
Mi dha të gjitha, marrëveshja u krye. Për 6 muaj duhet na dërgoj